Nga vërshimet e fundit si pasojë e të rreshurave atmosferike të shiut, edhe regioni i Gostivarit nuk mundi të qëndron imun. Për pasojë edhe kulturat bujqësore pësuan dëme. Drejtori i ndërmarrjes publike të kullotave në Maqedoni, Lulzim Fejzullaj, thot se nëse të rreshurat do të paraqiteshin sërish brenda intervalit kohor prej 10 ditëve, atëherë dëmi do të jetë i paevitueshëm. Në një situatë të tillë në treg do të mungojnë kulturat bujqësore vendase dhe për pasojë do të ketë edhe rritje të çmimeve. Fushat të ngopura me ujë apo që lundrojnë nën ujë është gjendja faktike që mbretëron pas rreshjeve të shumta të shiut që ditëve të kaluara kapluan vendin ton e që në shumë vende shkaktuan edhe vërshime. Drejtori i ndërmarrjes publike për menaxhim të kullotave Lulzim Fejzullahu njofton se gjatë vizitës që u ka bërë vendeve të vërshuara kanë konstatuar dëme të shumta në fushën e Pellagonisë dhe dëme të pjesërisme në fushën e Pollogut. Ai nënvizon se sipas vlerësimeve të ekspertëve, nëse brenda 10 ditëve do të kemi mot të thatë dhe pa të rreshura, kulturat e mbjellura do të shpëtojnë nga dëmtimi i tërësishëm. Ne si ndërmarrje publike për menaxhimin e kullotave ishim dje në vizitë fushës së Pellagonisë, konkretisht në fushën e Prilepit dhe në fushën e Manastirit, edhe pam gjendje faktike se me të vërtet fushat ishin mbuluar me ujë prej rreshjeve, domethënë, edhe kishim nëse vazhdon këtë gjendje edhe 10 ditë, sipas specialistëve lavërtarisë, atëherë do ketë pasoja në kulturat drithore. Por besoj se nuk do të vazhdon edhe do të ketë pasoja sa më të vogla. Në fushën e Pollogut sa i kemi informatat sa i kemi nuk ka aq dëme si ajo është në fushën e Pellagonisë, por këtë varet prej kushteve klimatike, nëse do ketë rreshje edhe këtu do të ketë pasoja. Kemi informatë se ka pak pasoja ka fusha e Forinës, fusha e Çegronit nuk ka shumë pasoja, por janë pasoja që përballohen. Sido që tjetë pasojat e vërshimeve do të reflektojnë në gjendjen ekonomike, duke prekur direkt xhepat e konsumatorëve, ndërsa cilësia dhe sasia do të jenë të kufizuara. Në kulturat bujqësore, konkretisht këto kultura drithore, do të ketë pasoja se do të rritet çmimi i drithnave, do të rritet çmimi i grunit, elbit, misrit, edhe do të kena mungesë drithrave. Ajo do të jetë një pasojë ekonomike që do të reflektohet te xhepi i konsumatorit, do të reflektohet. Drejtori Fejzullaj thotë se në disa rajone me kërkesë të bujqve kanë shpërndar sasi të konsiderueshme thasësh, të cilat i kanë vendosur përreth territoreve të mbjellura me qëllim që të shpëtojnë arat nga vërshimet eventuale.